Pra nëse dikush bën të keqe me vetdije, e bën gjunahin me vetdije, a ka mundësi ma mu penu? Nga njëherë njeriu i bën të këqija dhe gjunahet edhe me vetdije, sepse është qenie e dopt, është qenie që ka ego njeriu, është qenie domethënë që ka luhatje shpirtërore, ka luhatje në gjendjen e tij si njeri, si qenie. Ama siç e shpjeguame, në qovë se ti i ban me vetdije edhe mundohesh mëndej me ahell Zotit hasha, në thojza, atëherë mëndej nuk ta pranon Zoti. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimet e pafundme dhe të plota, adhurimet e sinqerta i takojnë Allahut fuqiplot, krijuesit të gjithësisë. Allahun e falenderojmë pafundësisht dhe prej atij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet e përzemërta të sinqerta i shkojnë Hazreti Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, të dërguarit fundit, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër dhe motra, tema për këtë ders të santëm do të jetë rreth pendimit, do të jetë rreth tobës. Me që jena edhe në një muaj ku tobja është më e pranueshme, ku besimtarët janë motivuar që ta shtojnë adhurimin, përkushtimin dhe tobën, pendimin në këtë muaj, është shumë me vend që me e marrë një temë të veçantë për tobën. Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin e Kerim në një ajet kuranor ka thënë kështu: Bismillahirrahmanirrahim. Innama at-taubatu 'ala Allahi lilladhina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Allahu është pranues i pendimit vetëm për ata që bajnë ndonjë të keqe nga paditonia dhe pendohen shpejt. Pra këtyne Allahu ju pranon pendimin. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Tash këtu duhet me shpjegu pak ajetin kuranor. Pra në ajet u thoka se Zoti ja pranon pendimin atyne që bajnë të keqe dhe bajnë gjuna me pa ditoni edhe pendohen shpejt. A thu del në një kuptim këto që kur e bën me ditoni gjunahin, kur e bën me vetdije të keqen, a nuk ke ma mundësi me u penu? Lind pyetja. Sepse dikush mund ta marrin, mund ta keq kuptojnë këtë ajet, thotë shefe Zoti ka thënë që ja pranon pendimin vetëm atyne që e kanë bërë me pa ditoni edhe vetëm atyne që pendohen shpejt. Pra nëse dikush bën të keqe me vetdije, e bën gjunahin me vetdije, a ka mundësi ma mu penu? Në fakt ka mundësi, sepse kjo kuptohet, pra kjo nuk e thojmë nga vetja, por kjo kuptohet edhe nga ajete tjera kuranore, por edhe nga hadithe të shumta të pejgamberit alayhis salam. Por cili është qëllimi i ajetit tash për punën e tobës që pranohet për ata që e bajnë me paditori? Qëllimi është këtu. Allahu e din më së miri, këtë do të më thonë përpara. Allahu e din më së miri, por sipas shpjegimit të dietarëve është ky. Ai njeri që bën ton jetën të këqija me vetdije, ai që i bën me paramendim, dhe ai që e kalon jetën me gjunahe dhe nuk i bjen mend mu penu, nuk i bjen mend me bë tobet e Zotit kurr, edhe kur i vjen momentet e fundit të jetës, kur e shes se s'ka ka shkon më, thet haj edhe se pa pendohu më unë që ti laj thet. Subhanallah. Dhe me ahell Zotit ta? Me keje të bën punë, me keje të fol. Pra ti me kalu ton jetën me imit zezat, me bë imit zezat me qëllim me u bën njerëzve, edhe manej para se me dek mu penu me të shinjë tona. Ja thot këtë s'ta pranoj thot Zoti. Pranoj nga njëherë njeriu i bën të këqija dhe gjunahet edhe me vetdije, sepse është qenie e dopt, është qenie që ka ego njeriu, është qenie domethënë që ka luhatje shpirtërore, ka luhatje në gjendjen e tij si njeri, si qenie. Herë njihet më mirë, herë njihet më keq. Herë është më i përkushtuar, herë është më gafil, domethënë është më i hutum. Pra nga një herë bën gjunahe edhe duke e ditë se atë gjunah, po nuk mundet me majt vetin edhe e bën. Ky ka ala mundësi për tobe. Pra nëse pendohet sinqerisht te Zoti, o Zot, unë kam bën këtë
të keqe, edhe e kam ditë se atë gjuna, po prap se prap e kam ba, o Allah më fal, o Allah pendohem te ti, o Allah kthehem prej këtij gjunahit dhe o Allah e kam njetin që mas më u kthy ma te ky gjunah, po të lutem më fal. Ka tobe për këto njerëz. Ama siç e shpjeguame, në qoftë se ti i ban me vetdi edhe mundohesh më me ahell Zotit hasha, në thojza, pra me ahell Zotit në thojza, atëherë më nuk ta pranon Zoti. Ama tobja është një derë e hapur deri sa të kenë frym njeriu kur e ka me sinqeritet, kur njeriu e ka me shpirt toben, kur me të vërtet e din se ka bën gjuna, ka bën gabim, ka kanë gabu me kjo, edhe primen pendohet sinqerisht te Zoti, ka gjithmonë shpresë se Zoti të fal. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun." Çdo bir i Ademit, pra çdo njeri është gabimtar dhe gjunahçar. Ama gjunahçarët më të mirë janë ata që pendohen. Pa diskutim dhe pa përjashtim, çdo kush që është njeri ka me bën gjunahe. Përndryshe nuk do të ishte qenie njerëzore, do të ishte melek. Pra kjo është sprova e njeriut. Sprova e njeriut është edhe me bën gjunahe, por edhe me u kthy te Zoti, me u penu. Ka një hadith tjetër shumë interesant që thotë: në qoftë se ju do të ishit njerëz që nuk do të bashit gjunahe dhe gabime kurr, Zoti do t'ju shkatërrote ju dhe do të vite me një popull tjetër, pra me një qenie tjetër që ban gjunahe, ama pendohet dhe kthehet te Zoti. Pra karakteristika jonë kjo ka. Mund thonë dikush pse, nuk e dim pse, Zoti e din. Nuk ka shpjegim, nuk di mi dhënë shpjegim. Ama karakteristika e njeriu kjo ka, që e ka kriju Zoti. Pra Zoti pas ka kriju një qenie që kjo qenie të jenë e dopt, kjo ekzistencë, domethënë kjo qenie të jetë domethënë me nefs dhe të jetë me ego dhe të jetë e prirur edhe me bë gabime edhe gjunahe, ama të ketë edhe një veçori tjetër të instaluar tek qenia e tij. Të ketë edhe veçorinë e pendimit, veçorinë për mu kthy te Zoti prap. Pra kjo është adhurim në fakt. Mu kthy te Zoti, me bë tobe, me bë pendim, është adhurim në vedi. Pse? Sepse tregon njeriu se unë jam qenie e dopt, unë e di vendin tem se ko jam, dhe nuk kam streh tjetër përveç se te Zoti. Vet kjo pikpamje, vet ky bot kuptim është adhurim në vedi. Me e ditë se nuk ke streh tjetër përveç Zotit. Me e ditë dhe mas me umbur, sepse kur ban gjunahe, shivet është dolme edhe të një temë shumë e bukur që do të më përmend krejt shkurtimisht me një fjali. Mandej me vazhdu me toben. Ndoshta një prej urtësive që njeriu ban gjunahe dhe gabime është që ati me ja ul kibrin, me ja ul mendjemallësinë, me ja ul mallështinë. Njeriu që nuk ban gjunahe dhe që nuk ban gabime, predispozohet që me fillu mi hi vedin qef, shisa i mirë jam. Unë nuk gaboj. Domethënë kjo ndodh edhe në punë në fakt. Për me kuptu robi ma thjesht mund të bim edhe shembullin e punës. Kur njeriu të ecë puna vaj edhe nuk gabon kurr, nihet krenar edhe fillon egoja i rritet, ama kur bën gjë, domethënë kur bën një gabim në punë që prish diçka, edhe mandej fillon edhe përballet mandej me ato kritikat, atëherë mandej ulet me kam tokë. Pra kjo është për jetën e kësaj bote. Po imagjinotesh për krejt ekzistencën e njeriut, si qenie si është, kur bën gjunahe dhe kur bën gabime, kur bjen gjuna, edhe e din sa gjuna po bjen, Zoti i tregon se ti je qenie e dobët dhe do të më kthy te unë prap. Pra mos të hin vetin qef. Prandaj kanë thënë që një gjunahçar me zemër të thyme dhe që kthehet te Zoti me pendim, është më i mirë se sa ai adhuruesi që është me një mall. Sepse i ndërum xhamat, është kollaj me të duk vedi i mirë kur nuk i sprovu me gjunahe. Për shembull, këtu tesh do me ashtu vedin pak. Vedin edhe kolekt e mi, domethënë, me kritiku vedin pak, se na ban mirë. Për shembull, hoxhallar, dietar në përgjithësi duken njerëz të mirë apo jo, sepse rrethi i tyne dhe mënyra e tyne jetesë është shumë e planifikuar dhe shumë e kontrolluar, edhe nuk përballet hoxha, nuk përballet me gjanat që përballni ju në jetën e përditshme. Prandaj duket më i mirë, por hoxha kurse si nuk duhet më u rrit mendja, sepse nëse ai person kushdo të qoftë, domethënë hoxh ose dietar,
do të ishte përballë me rrethonat që përballen këto xhamati i thjesht, me sfidat dhe me sprovat dhe me fitnet e mëdha dhe të forta që përballet xhamati i thjesht me punë të ndryshme që bën dhe që përzihet me gjithkan, sa do të kishte kanë i fort ky person me i ball aty në gjunaheve që bojnë disa tjerë. Prandaj ai që këshillon duhet me kanë edhe i mëshirshëm. Ai që këshillon duhet me kanë edhe i sinqert. Pra me këshillu për hatër të Allahut, po jo më u duk vedi i mirë ai që këshillon. Kjo vlen për të tantesh, Pra edhe na si besimtar që vim në xhami, elhamdulillah falim 5 vaktet, ju si besimtar, kur ta këshilloni atë tjetrin, që është jashtë jush, edhe këtë ta keni princip që me kanë të mëshirshëm dhe që ju me kanë modest, mas me e pa ju prej nelt, me e pa vedin nelt atë tjetrin poshtë, me e këshillu prej nelt ju. Jo, sepse çdo kush është gjunaçar dhe gabimtar, prandaj ti falëndero Zotin që të ka sprovu ma pak me gjunahe. Prandaj modestia. Mëshira. Këto janë principe shumë forta të Islamit, që po i le këta, edhe adhurimet më nuk i ke fort në rregull. Ne në një muaj të mëshirës, i ndëruar xhamat, kena një mundësi shumë të madhe që me u kthy te Zoti dhe me bën tobe të sinqert për shumë gjunahet tona, për shumë gabimet tona, duke qenë se dyert e xhenetit janë hap dhe dyert e xhehenemit janë mbyll, dhe duke qenë se shejtanat janë prangos dhe janë blloku. Atëherë, on këtë muaj o kur e kena më të thjesht për mu kthy te Zoti dhe mu penu. Gjithmonë njeriu duhet mu penu, edhe jashtë Ramazanit duhet me e pas atë ndjeshmërinë e penimit, ama ky muaj mundësi e madhe, prandaj e shtjelluar me si temën e tobes dhe të penimit, sepse është një muaj i madh që Zoti fal me bollek në këtë muaj, siç kanë thënë edhe dietarët, për shembull 10 ditë që i fundit i Ramazanit, që inshallah kur të vinë dhe nëse jena shëndosh e mirë do të flasim edhe për të në veçantë, por ta përmendim këtu që 10 ditë që i fundit thotë është lirim nga zjarri i xhehenemit. Çdo të thotë kjo, pra që Zoti fshin shumë emra prej zjarrit të xhehenemit, i fshin shumë lista të robëve të tij, i hek prej listës së xhehenemit, i fshin prej aty edhe i fal. 10 ditë që i fundit, pra pas një përpjekje, pra 2/3 kur i përpjekti që ke dëshmu një lloj përkushtimit, 10 ditë që i fundit është një bollek mëshiret dhe bollek faljet. Prandaj ta shfrytëzojmë me kujdes, sepse ditë janë të kaluar shumë shpejt, pa e kuptuar robi, pothuajse e kaloi gjysmën e Ramazanit dhe janë të kaluar me të vërtetë shumë shpejt ditë. Prandaj pa i neglizhu ta shfrytëzojmë sa më tepër në maksimum. Herë mas herët na harrojmë besën që i kena dhënë Allahu xhaleshanuhu, nganjëherë na i neglizhojmë edhe përgjegjësitë tona, duke filluar përgjegjësitë ndaj familjes tonë, ndaj shoqërisë ku jetojmë, ndaj njerëzimit, ndaj ambientit, dhe nganjëherë harrojmë se do të japim llogari dhe e ndotim zemrën tonë me gjunahe edhe të këqija. Por në anën tjetër, Allahu xhaleshanuhu përtej kësaj harreset që robi nganjëherë kap harresa dhe hutia dhe gafleti, Allahu xhaleshanuhu tërheq vëmendjen në krah tjetër dhe na urdhëron që t'ia dim kimetin dhe t'ia dim vlerën çdo momentit në jetën tonë dhe ta marrim llogari vedin para se me na marr llogari Allahu. Ta marrim vedin llogari sa jena halon jetën e kësaj bote, se kur e marrim vedin llogari, kena mundësi me përmirësu diçka. Po kur na marrin anaj neve në llogari, nuk kena mundësi më me përmirësu. Prandaj Zoti thot në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Pra o ju që keni besu, friksojoni Allahut dhe secili prej jush le ta shikojnë me kujdes dhe mirë se çka ka përgatit për nesër. Për nesër e ka fjalën për ditën e gjykimit. Prandaj është mirë me lexu Kur'anin për ditë. Se Kur'ani është përkujtues. Pra një prej cilësive të Kur'anit është dhikra, pra është përkujtues. Edhe mau'idha, një karakteristikë tjetër, është këshill dhe është shumë, pra kalojmë te kjo sfera tjetër e Kuranit, duhet me i thonë, disa gjëra të vinë dhe duhet me i thonë, edhe pse ka herë del pak jo ashtë temet. Kurani ka një karakteristikë shumë veçantë që nuk ngjason me asnjë libër tjetër. Një libër tjetër normal do të më marr prej në fillim edhe deri në fund me e lexu, ose të paktën do të më marr kapitullin prej në fillim e deri në fund me e lexu për me e kuptu.
Kurse Kur'anin, nëse lexon një faqe në ditë ti, për çdo ditë jetës tonë, një faqe në ditë, është sikur ti të lexu një univers në vedi. Nuk ke nevojë ti me lexu faqen përpara çka ka thonë që më kuptu kët, sepse çdo ajet është një univers në vedi, çdo ajet është një këshill në vedi, çdo ajet është një botë në vedi, është një nur dhe një dritë në vedi, që kur e lexon atë ajet, ty të hap perdet dhe të hap drejtaret dhe të hap pexheret e një botet, pra të hap dimensione. Ti një këshill me lexu aty një faqe Kuranit, ai ta lidhesh me krejt jetën tonë. Ta lidh sikur me lexu ton Kuranin, edhe një faqe po me lexu. Kjo është mrekulli e fjalës të Allahut. Pra që ka arrit me përmbledh një faqe Kuran në disa ajete, me përmbledh tona ato që i duhen njeriu për një herë. Pra është një a din na thojmë që Allahu xhaleshon dhe ashtu është dhe e besojmë. Allahu xhaleshonu nuk ka fillim dhe nuk ka marim. Allahu xhaleshonu është i pafundëm. Pra me një këtë bot kuptim shifne një herë ju edhe Kur'anin kur ta lexoni herën tjetër, mendoni i këtë gjë. Allahu është i pa fillim dhe i pa marim, është i pafundëm dhe kur t'ja lexoni fjalën e tij, dini se edhe fjala e tij, domethënë që ka libri i tij që ka zbrit, nuk ka fillim dhe nuk ka marim, se nuk ka nevojë ti me marr prej fillimit marim me kuptu. Çdo ajet është një botë në veti. Është shumë interesante kjo. Prandaj Allahu xhaleshanu shpresojmë dhe i lutemi me gjithë shpirt që të na bëjnë prej robëve të tij të sinqert, prej robëve të tij që e kuptojnë fjalën e tij. E lutim Allahun që më na dhon një zemër të pastër dhe një zemër që kupton, një zemër që mediton dhe mendon, edhe prej robëve të tij që pendohen, sepse një nga mirësitë që i ka dhënë Allahu xhaleshanuhu njeriu është tobja dhe penimi. Penimi është i vjetër sa njerëzimi. Qysh me Hazreti Ademin me njeriu e parë alayhis salam, që ka bën gjunahin e parë dhe ka bën edhe tobën e parë. Pra tobja është e vjetër sa njerëzimi. Dhe është një pjesë e pandashme e njeriu. Gjithashtu të gjithë pejgamberët kanë bën tobe për vedi dhe i kanë ftuar ummetet e tyre që me bën tobe, më u penu dhe më u kthy te Zoti me penim prej gjunaheve që kanë bën. Pejgamberët boll njerëz të mëdhenj kanë kënë, boll njerëz të pastër kanë kënë, ama gjithmonë kanë bën tobe edhe për vedi. Pra kush jena na që më na u duk vedi më të mirë edhe mos më pas nevojë me bën tobe, në fakt e kena neglizhuar shumë toben. Nuk e di sa prej nesh e marrin ka herë vedin në llogari, nuk e di i herë në javë, i herë në muaj, i herë në vjeta. Kurra mendoni pak këtë gjë, ta mendojmë tonë. Sa e marrim llogari vedin na? I herë në muaj, po këtë na bën. Ose i herë në javë, që duhet më shumë, po gjithsesi të paktën ajo. Gjithsesi e lutim Allahun xhaleshanu që na i falin gjunahet dhe na pendohen atë Allahu, pra pa i çojmë dur te tani tesh, o Allah, na pendohen atë ti për çdo gjunah që kena bën. O Allah, kthehna te ti të përulën, o Allah, ndaj teje dhe nevojtar të mëllaj për mëshirën tonë, për faljen tonë. O Allah, na fal. O Allah, na mëshiro. O Allah, na kaplo me mirësinë tonë edhe në dunjë dhe në ahiret. O Allah, na njerëz të dobët, na qenie të dobta. O Allah, na bëjmë gabime dhe gjunahe. Lutem na fal, lutem na udhëzo, lutem na mëshiro, lutem o Allah na drejto dhe na përmirëso. Çdo kush që është këtu o Allah prej këtij xhamatit, o Allah fale dhe kaploje me mirësitë tuaja në këtë botë dhe në botën tjetër dhe falja gjunahet edhe këtyne që janë këtu, edhe prindëve të tyne, edhe paraorësve të tyne besimtar që kanë ndruar jetë dhe kanë shkuar në botën tjetër, o Allah, bani ju rahmet atyne, i çojmë rahmet prej kësaj kursijet dhe prej kësaj xhamie që na mbledh për hatrin tënd. I çojmë rahmet ton të vdekunve që kanë kalu para nesh dhe që e kanë trashëgu i rrugën e Hazreti Muhammed Mustafa a.s. dhe na kanë lënë neve trashëgim. O Allah, mëshiroj, fali, na mëshiro dhe neve dhe të lutem na lën mrapa o Allah trashëgimtar të mirë dhe të hajrit dhe të udhëzuar rrugën e drejtë që ta vazhdojnë këtë rrugë dhe që të pendohen rrugën tonë gjithmonë deri në ditën e Kiametit. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.